Përshëndetje dhe mirë se vini në një video tjetër të Timen. Për ju që nuk më njihni, unë jam Ani dhe sot do hapim një super vlog së bashku të festiviteteve të vitit të ri. Dhe ndodhem në një fshat të vogël në zonën e Parmës në Itali. Sot është data 31 dhjetor, është nata e vitit të ri. Kam marrë diën në darkë në orë 12 nga aeroporti i Linatës, edhe për të ardhur në këtë fshatin, domethënë 1 orë gjys, 2 orë rrugë. Kam rrinë në shtëpi në orën 2. Avioni ka pas vonesë. Nisjen normalisht e kam pas në orën 9, pra nga Brukseli Zaventem, por na thanë që ka vonesë 1 orë gjys, domethënë kemi prit 1 orë gjys para se të niset avioni dhe jemi nis diku nga ora 10 e gjys. Konsumova mëngjesin, mora një kafe edhe jam ul këtu në balkon gjysore me këtë arin e pastër të fshatit. Ndryshon shumë nga Brukseli me ato zhurmat e makinat e Brukselit kur vi këtu. Më duk sikur veshët e mi janë qetësu. Plani është që të shkoj të bëj hiking, jo shumë të gjatë, diku 3 orë, hiking në mal. Pastaj kur të kthehem, normalisht që do bëjmë gati që të festoj vitin e ri. Nuk i dim akoma eksaktësisht se çfarë do bëjmë. Hiking, po kthehemi sërish në fshat. Jam akoma pak e traumatizuar, por kaloj sigurisht. Dua që të tregoj pak se çfarë kam pa, po dridhem, Kemi pa një ujk që na e preu rrugën. U dik si qen, pastaj e realizova që është ujk. Po mendova që është thjesht një qen. Nuk kam pa ndonjëherë ujk në jetën time edhe nuk e dija ta bëja diferencën. Jemi në zbritje. Ujku na doli kur ishim atje larg në mal. Dhe kishte vetëm borë, ishte bora deri te gjuri. Era pa një jetë time që shoh ujk në natyrë. Në fakt, para se të bënim hiking, biseduam me një burrë që jeton këtu në fshat. I treguam që do bëjmë hiking, do ngjesim malin. A tha bëni kujdes sepse ka ujq në mal. Ai vetë kishte parë ujkun në fshat. Tha un kam frikë se ujku po më han qenin tim, se ka një qen shumë cute. Edhe tha çdo mëngjes herët kur dal, tha unë kam frikë që ujku po më han qenin. Me gjitha gjurmë që po bënim, na doli ujku. Imagjino se sa ujq ka rreth rrotull. Ja ku jemi përsëri, hidratova fytyrën dhe tani do bëjmë një get ready with me për vitin e ri. Do ta filmoj pak edhe t'ju flas gjithashtu për planet, edhe se ku do shkojmë. Nuk do largohemi shumë nga ky fshati. E kemi një plan të vogël, është ora 9, se dalim nga ora 11 do ishte perfekte. Plani është që të shkojmë në një fshat tjetër. Një fshat pak më i madh se ky ku jemi tani. Na thanë komshit që atje do ketë fishik zjarre, një punë si punë feste, si diçka pak më celebration se fshati ku jemi ne. Fshati ku ndodhemi ne është shumë i vogël dhe nuk mendoj që do bëjnë celebration. Ndoshta bar do hapet aty. Dhe qendra e fshatit do rihap edhe kaq. Duket se kam vendosur shumë pudër, se edhe poshtë syve po duket shumë. Po përdor bronze contour nga Elf. Është shade Fair Light. E adhuroj Elf. Sidomos për produktet. Domethënë Elf ka qenë markë drugstore që nuk ka qenë shumë super kualitet. Tani kanë bërë gjithçka kvalitet dhe po bëjnë
dups të mira të markave të mëdha që janë me zë, produkteve. Për shembull kjo Fortune nga Elf, që është një dupi make-up për Mario, me të vërtetë është super kualitet. Edhe kjo që është një dupi bronzer nga Rare Beauty. Megjithëse tani gjitha markat i kanë bërë kështu liquid. Nuk di si çfarë po thoja, e humba pak. Sepse t'ju them drejt jam me vonesë dhe nuk dua të mbërija atje, domethënë vetëm 5 minuta para se fshik zjarrit të ndodhin. Dua thjesht shkoj diku që të ulem të marr një gotë verë ose ndonjë aperitiv të vogël. Thjesht për të ulë diku, nëse më kuptoni. Dhe ja që tani po e aplikoj me gishta sepse e kam harruar furçën në shtëpi. Edhe mund ta egzagjeroj disi, sepse fytyra është shumë e bardhë. E mbarova make-upin, kjo është make-upi për sot. Outfiti është all black, do të thënë ka ngel vetëm outfiti edhe flokët, do mundohem t'i kap se e pash një model që t'i kap pak kështu, vjen pak më me volum. Mundohem bëj flokët, më di se si do dalin. Nuk do t'i bëj me lak, do t'i rinë kështu natyrale. Ky ishte në fakt modeli, gjys bisht, dhe gjysmën e bishtit pak më me volum. Po, s'ja kam amperën se si ta bëjmë me volum. Kështu që, jeshtë e kam një bisht normal. Kështu dolën flokët. Absolutisht jo si kur kisha imagjinuar, por paktën ky bishti duket më i gjatë. Ky është make-upi edhe flokët. Që të rëvej edhe outfitin. Ky është outfiti. Kam vesh një bluzë të zezë që vjen kështu, edhe një fund të zi me geta. Duhet sikur është fustan, por nuk është. Ja kështu. Kjo është outfiti final. Edhe të vesh edhe çizmet.
është data 1 janar 2026. Ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri. Shpresoj që ky vit të jetë i mbushur me plot surpriza të bukura, me mbarësi për ju dhe familjet tuaja. Edhe gjithashtu dua t'ju falenderoj për gjithë suportin që më keni dhënë gjatë vitit 2025. Festivitetet djes. Në fakt, ju them drejtën, na zuri mesnata rrugës. Kishim fat sepse sa shkuam aty, sapo kishin filluar fishek zjarre. Me pak fjalë ishte shumë bukur. Mëngjes realizova që nuk kishim bukë në shtëpi, se na ishte mbaruar. Edhe çuditërisht furra e bukës këtu, do të thënë vetmja furrë e bukës e fshatit ishte hap deri në orën 12. Pastaj ndaluam në një kafe, marr një cappuccino që më shiroi shumë, se kishte rënë edhe dielli, edhe ishte super për një fillim të ri me plot energji me diell të 2026-s. Pastaj kur ktheva sistemova shtëpinë, rregullova, pastrova, sepse dje nuk kisha lënë një gjendje shumë të rregullt edhe ishte pak rromuj, sidomos dhoma e gjumit me rroba gjithandej. Në ditët në vazhdim asnjë lloj plani, vetëm relax, pushim, ka një ecje të vogël në fshat dhe kaq. Nuk do bëj asnjë plan. Do punoj nga shtëpia disa ditë dhe normalisht që do editoj edhe këtë vlogun që po xhiroj këtu. Sidomos tani që jam në fshat, dua që t'i risa më larg telefonit dhe të bëj sa më shumë ecje ose të dal të bëj aktivitete në natyrë. Edhe kështu, mendoj që do ta mbyll tani. Ca ditë në fshat, relaksi dhe pushimi.